99% pra pagimi. 99%. Po. E 1% 1% në A, ta ty merë këto na kushton, në ta merë kushton. në rregull. I nderuar përshëndetje. Përshëndetje, Jemi për emisioni 05 prej nga jeni. prej Ferizajt. Pyetja që kam për sot është, kush qeveris 4 vitet e ardhshme në Ferizaj? 99% pra pagimi. 99%. Po. E 1% 1% në A, ta ty merë këto na kushton, në ta merë kushton. në rregull. E them, Kjo është personale ime, po. i nderuar, e the që me shumë bindje realisht që do të jetë prapa Gemaliu. Çka mendon? Cilat janë 3 projektet më të mëdha që i ka bën në këto 4 vite? Po, unë shumë nuk di qëtot, ky është pak i njoftën këtu për qëtonën kalimet, edhe ka fillu pak me bon dhe gjelbrimin e sen, qëto që ona janë që vlenë mu përmen. Stacioni autobusa? Krejt këto tjerat, po qëto që i bynë stacioni autobusa, mandej pritet edhe spitali, keni ndëgju sigurisht që është, që janë mjaft rëndësishme për qytetarët, edhe sidomos. Ti si qytetari i Ferizajt do të thotë që je i kënaqur me qeverisjen e Agemaliu. Po deri tash nuk kemi pas më të mirë, e shka vjen mas ti se di. Që domethënë kena rënë të mirë tash. Si mas gjitha gjasave, një punën, është punëtor, Çka i thu përmes kamerason ose ke një urem për të? gjitha të mirat, i dëshiroj, edhe suksesin të ardhmen. Mos nalët të punu. Faleminderit shumë, përshëndesim. Gjithashtu, edhe ju.